Arlin, tani ti si e mendon këtë? A mund të jetë Amerika e Trumpit udhëheqëse e botës së lirë dhe demokratike? Këtë që po shikojmë këtë muaj, si vërtet është një befasi shumë e madhe. Këtu në Shqipëri, Arlind, të njëjtën që kam edhe për ju dhe për Preqin, po këtu në Shqipëri të gjithë kanë filluar të ngrenë supet edhe habiten të gjithë të tmerruar me pleshim të doktorit, baton, doktor Sali Berisha dhe Nikol Lesi, e bën copa shkruajtën edhe bën copa Zelenskin, edhe Fevziu Dije bëri një, po e kishte globale, një qëndrim, po globale, nuk e kishte shumë specifike. Por këta e kanë sulmuar, po dhe të gjithë popullata shqiptare pastaj është shumë e tmerruar, e trembur me këta Amerikë dhe si do i filli, çfarë kupton? Po ta vëshre, përveç Berisës që është shprehur pro Trumpit, të tjerët kanë heshtur, nuk është se kanë pas minimumin e guximit politik dhe qytetar, flas për Edi Ramën, për të gjithë tjerët, sa thot dy fjalë, qoftë edhe sa mesatari e vendeve të Bashkimit Evropian, meqense ne jemi rrugës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ti më pyet e mua, a mund të jetë Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës, udhëheqëse e botës lirë? Udhëheqëse mund të jetë, mos është vendi shumë herë më i fuqishëm, ushtarakisht dhe ekonomikisht. Çështja është si do ta mendojmë udhëheqjen edhe këtë të udhëheq. Sepse herën e fundit që u votua në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, SBA-ja ka përshtypjen për herë të parë në historinë e vet, i bashkoi votat me Rusinë, me Korenë e Veriut, me Bielorusinë. Kështu që mbas udhëheqëse do të jetë, po mund të jetë ndoshta udhëheqëse në një konfigurim të ri që asnjë nga ne nuk është i Zotit ta thotë sot se cilat shtete do të jenë aty pas. Tani, ju folët për perandori. Sigurisht mund të flasim në terma simbolike edhe për perandori, po unë aq sa i di nga historia dhe nga marrëdhëniet politike, kam kuptuar që shtetet e mëdha nuk udhëheqin vetëm nëpërmjet forcës, nuk udhëheqin vetëm nëpërmjet kërcënimit, nuk udhëheqin duke u shkuar nga pas interesave të tyre të ngushta dhe afatshkurtra materiale. Udhëheqin bie fjala duke qenë partner të besueshëm. Ti mund të kesh një raport e përsie me partnerët e tu, mirë po ti duhet të kesh një minimum lojaliteti, që të projektosh tek partnerët e tu një lloj besimi që nesër nuk do ndryshojë gjithçka. Ukrainasi duhet ta themi këtë gjë, sot janë luftë për të mbrojtur vendin e tyre, mirë po e kanë nisur këtë luftë edhe nga patriotizmi rreth parë sigurisht, po edhe nga fakti që i kanë pas krahët e ngrohta. Dhe Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ja kanë ngrohur krahët, u kanë dhënë dhe besimin që ne do jemi me ju deri në fund. Në momentin që presidenti SBA-s heq prizën, dhe vetëm heq prizën, po e heq live në të gjitha mediat, është diçka e rëndë. Sigurisht dikush mund të thotë kjo është forma, po hajde kthehemi te përmbajtja. Por mendimin tim ka shumë rëndësi forma. Se edhe unë bie dakord që forma nuk ka qenë e rastësishme. Pa nuk është se Trumpi u ndinjua një moment edhe i rrëshqiti situata nga dora dhe i kërceu në fyt të Zelenskit. Kjo ka qenë e mirëmenduar dhe unë besoj ideja ka qenë që të projektojmë kudo në botë tashmë këtë koncept të ri që SBA-t jo vetëm janë të gjithfuqishme, por nuk kanë mas kufin të brendshëm në atë që bëjnë. Mos harroni diçka, Trumpi ka qenë dhe një herë presidenti i SBA-s. Po herën e kaluar nuk e kishte gjithë kongresin me vete. Sot Trumpi është shumë më i pushtetshëm se në 2016-2020, sepse dy dhomat e kongresit janë republikanë, po i katë vetat edhe më shumë se në 2016. Pse? Se jo vetëm janë gjithë republikanata, po ata senatore, kongresmenë republikanë sot janë jesmena, janë gjithë jesmena. Do të thënë, dominimi i tij mbi Partinë Republikane është sot thuajse total. Në 2016-2020 ai kishte, si thua, divergjenca brenda partisë, kishte kongresmenë kështu me radhë që e kundërshtonin. Tashmë ai është sundimtari plot i Partisë Republikane dhe të gjithë ata që janë Partia Republikane Amerikane, nëse duan të kenë një minimum shansi për karrierë politike, duhet t'i binden verbrisht Trumpit. Ju e pat besoj sekretarin e shtetit, Rubio. Ishte një siklet aty. Siklet madh, i vetmi. Trupi i tij thoshte që po m'pëlqen shumë kjo që po ndodh. Sipas presidenti ishte më keq se Trumpi. Mirë po, në qendrime dhe ti publike, sikur si thua, edhe Rubio është tërësisht normale, nuk mund të thot as gjysmën e fjalës. Dhe jo vetëm kaq, por senator dhe kongresmen republikan janë duke kërkuar haptazi për mbysjen e Zelenskit. Pra duke thënë haptazi që presidenti i një vendi aleat me ne, të paktën deri dje, presidenti që herën e fundit ku e mbajtur zgjedhje dhe zgjedhur demokratikisht në Ukrainë, duhet të ikë nga pushteti dhe jo duhet të ikë në kuptimin që populli një ditë do vendosë kundër tij, po duhet të ikë me hir ose me pahir. Tani,
sigurisht që, po ta thënë vërtetën, SBA-ja nuk e ka për herë të parë këtë gjë. Po dikur do të justifikonte logjika e luftës sot, 1973-ja, lendja. Luftët tot mbulonte shumë. Por sot jemi në kushte mjaft të ndryshme, gjeopolitike, po edhe gjeoideologjike. Aso kohë Bashkimi Sovjetik ishte një alternativë, jo vetëm pushteti, po edhe modeli ekonomik edhe social. Sot SBA-ja praktikisht po u thot gjithë atyre që mendojnë se kanë qenë aleat vet, gjithçka është lojë. Dhe Trump ishte i rrezikshëm më tepër sepse është i paparashikueshëm. Është i paparashikueshëm dhe e mbështet pushtetin e vet te fakti që unë mund bëj gjithçka. Kujt ja priste mendja? Unë po kërkoja me mendjen time dhe një pikë referencë në histori. Edhe më shkoi mendja, sigurisht jo në këtë pikë, në shekullin e 11. Ka qenë një perandor, Henriku IV, që ul në gjunjë, e ndet një 3 ditë përpara Papës Gregorit VII. Po edhe ajo kishte një, ishte poshtrim që duhet të shpresësh 3 ditë në shije në borë, derisa të falë papa, po prapë raporti përsëri është fisnik, nuk është raporti një të forti aty që mende rrahun, ty të krijoj përshtypja, po ta shihje live atë që ky komunikim mund të përfundoj më keq se studioja më e rëndom televizive në Shqipëri. Një nga problemet të qeverisjes Trumpit, edhe brenda SBA-s, edhe jashtë. Se edhe brenda SBA-s, për shembull, ata duan të shkrijnë Ministrinë e Arsimit, Departamentin e Edukimit, po kupton, domethënë tu janë gjëra vërtet pa përfituar. Kto e ka pas prej Milton Friedman ti këtij. Po dakord, po edhe ata në ekstrem ka. Ati të famshmit tek tani, po thua diçka, është shumë problem kur realiteti i ngjan karikaturës. Ka pas gjithmonë karikatura për të përshkruar vendet e fuqishme. Kujt ja priste mendja? Harrojmë për moment Ukrainën. Kujt ja priste mendja që presidenti i SBA-s do i thoshte fqinjit vet, aleatit vet nga më të ngushtë, Kanadas, e di si është puna, do bëri shteti i dytë. Ti do bësh republika. Kujt ja priste mendja që një aleati përsëri tjetër, Danimarkës, do i thoshte Groenlandën po e marrun. Ka qenë një film, Historianët e Kameleonët, për Shqipërinë e viteve 30, dhe ishte i far kryetari i bashkia aty, dhe thoshte Japonia ja ku e ka Kinën, thoshte zgjasë dorën kapti i thel mishi. Kujt ja pret mendja që kjo karikaturë vjen një moment edhe tenton bëhet realitet. Nuk do të them dy fjalë edhe për Evropën. Se duhet ja njohim meritën SBA-s. Pa udhëheqjen e SBA-s, Evropa ka bërë 2 luftra botërore. Po kupton? Pa pranim, hegemoninë e SBA-s, që ka thënë, e di si është puna sherifi jam unë këtu, edhe e di shumë mirë. Nga 45-a e këtej, sherifi sigurisht, jo me ftyrë sherifi, me ftyrën e planit Marshall, me ftyrën e sa institucioneve tjera, po jo vetëm të ushtrisë, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga arsyet pse Franca dhe Gjermania nuk ja kanë prerë fytyn njëra tjetrës, siç kanë bërë shpesh në histori, nga 45-a e këtej, ka qenë fakti që amerikanët kanë pas hegemoni për shkak të rivalitetit me Bashkimin Sovjetik në pjesën perëndimore të Evropës. Njëfit meritën krijimit të Bashkimit Evropian. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do thotë për mendimin tim që në moment që SBA-ja tërhiqet, tu ka 2 alternativa. Vetëm status quo nuk mund të vazhdojë më. Ky Bashkim Evropian që ka një lloj autonomie ekonomike, por nuk ka autonomi dhe pavarësi të vërtet politiko-ushtarake, nuk vazhdon dot më. Tu ka 2 alternativa. Katastrofa, kthehemi para 1945-s, pra çdo shtet evropian me egoizmin e vet thot duam dhe ne territore, duam dhe ne zona influence, dhe kthehemi pras në histori, ose avancimi. Evropa duhet bëhet unioni vërtet politik. Nuk ka alternativë tjetër. Në qoftë se amerikanët thonë ne po e heqim spinën. Nuk jemi më këtu, shtetet e Evropës duhet të mendojnë një strategji tjetër. Ky union që deri më sot është financiar, tregtar dhe gjysmë ekonomik, duhet kthehet patjetër dhe një union politik. Po kjo është shumë e vështirë, se mos harroni, Evropa përbëhet nga shtete. Shtetet kanë veçanësitë e tyre kombëtare, kanë dhe interesat e tyre kombëtare. Që do t'i bëjnë llogarit mirë elitat politike dhe popujt e vendet e Evropës. Cila është e ardhmja? Një union gjithnjë më i fortë, ku përfshihemi, shpresoj edhe ne, Shqipëria dhe vendet e tjera. Ne nuk përfshihemi dot, se këtu ke Fatmirin këta që nisen, bëjnë fotografi, sjellin nga ande, ambasadë amerikane çfarë thotë. Përfshiheshim, them. Apo do kthehemi në 1139 apo 1114. Shumë e rëndësishme kjo. Zoti Qori, ty tani si ka filluar ndjej Amerika pak si Shqipëria, për shembull Elon Musk, si oligark, tani që doli një grup i madh oligarkësh, bile dhe ky Facebooku ndroi mendje, kaloi me Trumpin nga frika. Si këta tanat që kur ishin me Berishën, me doktorin këta dhe kaluan. Pastaj janë kandidatë. Elon Musk për shembull me këtë ngjanti këtu nga këta tanat. Përmesht.
është vështirë tani. Në një karakteristikë, jo ngjashmëri të madhe, kupton? Ndoshta kuptimin që kush kam shumë ndikim në vendimarrje. Vendimarrje. Zamir Mane ndoshta, po. Zamiri do po jo, po ai ka Elon Musku ka 14 fëmijë, Zamiri ka shumë pak. Elon Musku prodhon makina elektrike, kështu që ca merita duhet ta njohim. Këta tanat janë quhen lumpen oligarki. Lumpen oligarki. Këta thjesht vjedhin, këta thjesht marrin ligje nga shteti, zën aty një plazh, prodhojnë çiflige le të themi. Në Amerikë, qa bojnë? Përparojnë që edhe shkencën, ndër të tjera. Përparojnë dhe shkencën, inteligencë artificiale, makinën elektrike. Këtu janë tamam lumpen oligarki. Mirë po, shiko, problemi madh, po e them edhe një herë, i Trumpit është pa parashikueshmëria e tij. Më fakti që ai thot unë mund të bëj gjithçka. Se këtu dikush thot është OKB-ja, është e drejta ndërkombëtare, janë këto traktate. Trumpi çfarë mesazhi do t'jap? Tani asnjë nga ne nuk e di nëse do ja arrijë deri në fund apo jo. Po mesazhi i tij është që asgjë nuk është e sigurt. Traktatet janë një copë letër. Po. Apo jo, në thelb fare. Pasiguria e madhe. Pra, çdo gjë është një copë letër. Për një botë krejt pasigurt politik. Qofse nuk ka institucione. Për dalin në NATO ka vendimare që nuk është personale e presidentit. Të më letë del Amerika, po për NATO prapë do... Po doli Amerika nga NATO... Pastaj edhe diçka tjetër. Pa e merë do të atë vendim vetëm a e do... Tani... Po shiko, këtu ka një problem. Ka njerëz në Amerikë që ngrejnë shqetësimin, tani mbas janë shumë alarmist, po ngrejnë dhe shqetësimin që kjo puna që në SBA edhe në të ardhmen zgjedhjet do jenë lirat, barabarta e kështu me radhë, mund të vjet dyshim se herën e parë Trumpi ikun çiksi me zor. E mbani mund ta telefonatën me një nga ata drejtues të shteteve në Georgia, më duket që i thoshte, "Ore, më gjej 10.000 vota ti mua Panami u bëft." Ne kemi menduar gjithmonë që Amerika do ishte ardhmja e Shqipërisë. Kujt ja kishte pritur mendja që Shqipëria në disa aspekte të veta do të riprodhojë nga pikpamja politike edhe në kontekstin e SBA-s dhe kjo ka ardhur me Trumpin. Trumpi sot po vazhdon atë që ka nisur. Edhe puna e kësaj imponimit ndaj vendeve të tjera, ndaj udhëheqësve të tjerë. Po mirë, Grenelli herën e parë me Albin Kurtin, çfarë bëri? A nuk ishte e njëjti qëndrim? A nuk e zboi de facto nga pushteti? Herën e parë, a tha o firmos këtu ose ne do heqim trupat?